Përshëndetje të nderuar miq, ditën e sotme do të flasim për ushtrinë, për marrëveshjet që ka firmosur qeveria shqiptare me Izraelin, me Italinë, por edhe përpjekjet që po bën brenda vendit për ringjalljen e industrisë ushtarake të prodhimit pas miratimit prej vitit kaluar, por ende nuk kemi parë diçka konkrete. Për hapat si po ecin me shpejtësinë marrëveshjen me vendet që kemi arritur deri tani së fundi ishte me Italinë, por dhe çështje të tjera të ushtrisë në këtë kohë të trazuara do të flasim me zotin Memush Abilaj, ish drejtori i laboratorit të qendror, por edhe pedagog me posta dhe pozita të tjera mjaft të larta, ushtarak i njohur më mirë se me të cilin nuk kemi me kë flasim tjetër për këto çështje. E kemi të ftuar ditën e sotme për të vazhduar këtë bisedë që ne kemi nisur edhe më parë. Zoti Abilaj, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Zoti Abilaj, ju si keni parë marrëveshjet e fundit? Po së pari do ndalemi tek ajo që është bërë deri tani, apo ecim me hapin e duhur për ringjalljen e këtyre prodhimit të armatimeve të industrisë, apo ka mjaft vonesa? Ndoshta nuk po i përgjigjet administrata ritmet kërkuar nga kryeministri. Ka disa vjet që po flitet, po bëhet publicitet për rivitalizimin, ringjalljen e industrisë së ushtrisë në Shqipëri. Shteti ka bërë shumë publicitet, ka gati 3 vjet që po flitet, por masa konkrete nuk po shohim ato. Do të thënë, ka ngelur përherë jemi në fazën e përgatitjes së terrenit, por veprime konkrete, tema konkret në ringjallërimin e industrisë ushtarake nuk po shohim. Kemi vonesa shumë të mëdha në lidhje me ato që ka premtuar shteti, së pari, dhe pengesat shumëta natyrisht që ka gjatë këtij procesi, zgjidhjes së këtij problemi, janë, si do thuash, pengesa subjektive dhe janë dhe pengesa objektive në të drejtim. Pengesa subjektive lidhen direkt me veprimtarinë e shtetit tonë, që për mendimin tim shumë herë nuk i merr seriozisht problemet kryesore të vendit dhe lidhur me ato që premton vullneti politik për të marrë përsipër dhe për të zgjidhur këto probleme, sidomos në fushën e mbrojtjes, dhe veprimtaria administrative e cila çalon në shumë drejtime dhe serioziteti për të shkuar problemeve deri në fund. Në Ministrinë e Mbrojtjes, politikat e mbrojtjes i bëjnë patronazhistët, do cilët as janë specialistë dhe qëllimi i tyre nuk është forcimi i mbrojtjes apo ngritjes së industrisë ushtarake, qëllimi i tyre është fitimet që mund të nxjerrin andaj të doja nga veprimet të ndryshme që mund të bëhen. Plus, zgjidhja e problemeve lidhet dhe me formulimin e kontratave që duhet të bëjnë shteti me kompani të ndryshme që do angazhohen për ngritjen e kësaj industrie, që është një industri me përgjithësi dhe mjaft e vështirë. Ne një herë një kohë e kishim, pastaj e shkatëruam dhe tani duam ta ringrëm dhe ta vëmë në punë. Përveç kësaj, ka dhe i konkurrencë shumë të madhe në fushën e prodhimit të armatimit, kështu që nuk është e lehtë për të përballuar konkurrencën, sepse shumë kompani të fuqishme që prodhojnë armë duan të shesin, nuk duan që të kenë konkurrent në fushën e tyre, në tregun e tyre. Dhe së fundi, një nga pengesat kryesore në këtë drejtim është edhe impakti politik në Ballkan, ku shtetet nuk duan që të kemi një Shqipëri të fortë. Dhe sidomos në qoftë ne do bëjmë bashkëpunime me shtetet për shembull si Izrael, të cilën nuk duan që të hyjnë në Ballkan tek neve dhe të merret me
ngritjen e industrisë ushtarake. Pra bëhen një seri problemesh për të zgjidhur, duke filluar nga problemet administrative dhe zvarritjet burokratike deri tek përplasjet politike në fushën ndërkombëtare. Zoti Abile, pra, me që ju ndolët tek çështja e Izraelit, marrëveshjen e fundit, akoma nuk kemi diçka shumë konkrete për të ardhur nga media për ka synim madje deri jo vetëm tek këto preda mortaja, po deri edhe te dronët. Ju si e shikoni, mundet që t'i provojmë tu, t'i marrim atje, është për tani, për më vonë, pra mund ka përcej 2030-ën? Izraeli është një shtet që ka një industri shumë të fuqishme ushtarake. Ka investime të mëdha dhe është në gjendje të prodhojë të gjitha armatimet që i duhen atij, sepse Izraeli ka qëndruar shkëlqyer është në luftë me të gjithë komshitë e tij. Ndjes, madje ne bashkë kemi folur deri edhe për një skenar të mundshëm që një pjesa, nuk e di si funksiononte, te kupolës e hekur që mund të merri për Tiranën. Po, kështu që janë bërë tentativa për të bashkëpunuar me Izraelin. Kompania jonë e ushtrisë, Kajo, ka bërë bisedime me një kompani të fuqishme, Elbit, në Izrael. Kjo kompani vetë atje ka dhënë shumë problem, shumë lloje armatime teknike, furnizime të ndryshme që i duhen ushtrisë, dhe kjo në parim është treguar e gatshme të bashkëpunojë me ne. Është e gatshme të vijë, të investoj dhe të bëj prodhime të ndryshme. Natyrisht duke rënë dakord për çmime për të gjitha problemet e tjera. Dhe kompania Kajo i ka mbyllur bizedimet me këtë kompani dhe kompania jonë pretendon të ketë rreth 20% të aksioneve me këtë bashkëpunim me kompaninë Elbit. Kompania Elbit është një bashkësi, kompani është një sistem, si është një korporat, është një kompani shumë e fuqishme. Dhe kjo kompania Kajo, dhe agjencia shtetërore izraelite për kreditimet, ka një sigël Ashra, kanë rënë dakord që të financojnë, të mbështesin dhe të krijojnë industri ushtarake në Shqipëri. Marrëveshja parashikon prodhime të ndryshme, duke filluar nga përgatitja e materialeve të thjeshta që i duhen ushtrisë, veshjet, uniformat e tjera të kësaj natyre, të kalojnë me prodhime municionesh dhe armatimesh, kryesisht parashikohet si fillim prodhimi i një Tokyo Bus 155 mm, i cili është një top standard i NATO-s sot. Po për çfarë shërbim? Ja, në qoftë se lejon, mund të japim disa parametra lidhur me këtë. Domethënë do provohet ky Tokyo Bus 155 mm Atmos, gama të para të titullit të armatimit, një tip mortaj SPA, 120 mm, do prodhon disa dronë. Një tip është Manix, një tip Tor. Manix është një tip droni i vogël, portativ, që mban ushtari në shtëpi. Dhe shërben për të kryer monitorime, për ndërlidhje, për filmime e tjera për të marrë informacion. Ndërsa ky tjetri është më i madh dhe shërben është një dron inteligjent, i cili shërben për kontrollin e terrenit dhe për të kryer bombardime me bomba të vogla dhe inteligjente. Do prodhohen ka dronë këtu, do mbahen aq sa duhen për sistemin tonë të mbrojtjes dhe do shiten dhe në tregun botëror. Kompania Elbit pranon që brenda vitit 2030
domethënë me përsipër deri në vitin 2030 të organizojë këtë pavim, të kryej provimin e këtyre mjeteve që të vjen dakord për të prodhuar dhe me stampën Made in Albania. Do bërë këto provime është nga po të gjitha tregimet, do ketë financimin nga shteti nga ajo agjencie e famshme të faqshme dhe do bërë dhe provime të tjera në misionet të ndryshme që do kërkojnë duke ecur gradualisht gjatë rrugës. Si fillim do ngrihet industria, linjat e prodhimit, do testohen, do bëhen prodhime të kufizuara për të përmirësuar teknologjinë e prodhimit dhe për të parë cilësinë e produktit që del nga linja, pastaj do fillojë prodhimi masiv për vendin tonë dhe ndoshta edhe për Izrael dhe për në vende të tjera. Këto janë parashikimet. Për të thënë, tani që kjo kompania është në pritje për të filluar nga veprimtaria konkrete. Në qëse trekon që ku do bazohet industria do jetë Meksi, Gramsci dhe Poliçani. Në të tre këto vende që kanë qenë bazat e industrisë ushtarake do rigjallërohen dhe do fillon të bëjnë këto prodhimet që thamë. I pari do jetë organizimi i prodhimit të këtij topitobus Howitzer 155. Kjo thash është standardi i NATO-s. Është një armë e fuqishme, e cila ndërkohë preda në preda të zakonshme në distanca 30 deri në 40 km, gjuan me preda inteligjente, reaktive, tip raket të vogël, që shkon deri në 60 km, dhe me preda të veçanta inteligjente e skaliburt që kanë një precizon të jashtëzakonshëm. Për shembull, mund të gjuajë në distancë 50 km dhe saktësia e goditjes është plus minus 5 metra nga objektivi që ke parashikuar në hap. Të nga preda inteligjente të parisur me GPS, gjithë sistemi monitorohet me një kompjuter balistik që drejton gjithë procesin. Arma është vendosur në një kamion, domethënë është një artilleri vetë lëvizës, që vendoset mund të bëjë zjarr edhe duke ecur. Në kamion të zakonshëm 66, ecur me shpejtësi deri në 90 km/h. E gjithë kjo pajisje monitorohet nga 3-4 vete. Nga brenda qyteteve nuk besoj se gjuhet, vetëm zemra në rast hipotetik lufte vetëm vi kufitare. Po. Ai nuk përdoret veprime të thjeshta, është për luftë frontale dhe gjuhëtin hapje zjarr në thellësi të kundërshtarit. Dhe vetëm që ka një kosto të lartë, një grup, për shumë një sistem gjithë një grup, koston rreth 5 milion euro. 5 milion euro? Një grup që ka 12 armë të tyra, një kosto të gjatë. Natyrisht, kjo do provohet, në bashkëpunim me kompaninë Elbit, dhe para do dalin nga shqipje e tyre, sepse NATO e ka në armatim standard, dhe ka nevojë për këtë. Nuk është për të habitur se ne kemi patur armë të njashme me këtë, kemi patur Topobus 152 mm, diçka njashme me këtë. Natyrisht, provimet të viteve 70-10, po. Paralel me këtë do prodhohet dhe një nota 120 mm, analoge me këtë të kryer ullim zjarri deri në 10 km, 7 deri 10 km. Edhe kjo e vendosur në automjet, lëviz, hap zjarr në çdo drejtim, dhe në momenti që unë diktohet nga kundërshtari, ai që vendoset në shpejtësi dhe nuk kapet, nuk bie dot në kurset që nuk të në nështrohet goditjes me artilleri ose aviacionit të kundërshtarit. Pra janë armë pjesërisht
testuara nga operacione luftarake që ka kryer Izraeli, dhe janë domethënë fjala e fundit e teknologjisë ushtarake që do aplikohet këtu dhe që do shkojë në sistemin e NATO-s. Pjesa kryesore është droni. Paralel dhe dronat. Dronat do bëhen aty për qoftë, ka qenë uzina dhe është dhe ka mundësi të riaktivizohet për vjen pajisje të tjera. Dhe droni në fillim do prodhoi droni vogël i monitorimit të ambientit, droni Manix, i cili është i letër mund të përdoret dhe të telekomandohet nga një ushtar. Mendohet që vitin, nëse do fillojë viti që vjen, do bëhet një parti testuese, do prodhon rreth 10 sot të tillë dhe Ministria e Mbrojtjes ka në plan që në vitin 2027, kur të bëhet këtu samiti NATO-s. I zgjeruar i NATO-s, monitorimi i ambientit do bëhet me këta dronë provim Madein Albania. Si vështirë duket, po. Jo, kjo është planifikuar. Tani në qoftë se kompania izraelite është gati për filluar, ajo mund të vijë dhe sot, në qoftë se ti e hap rrugën, edhe bën marrëveshjet ashtu siç duhen bërë, bën kontratat ashtu si korrekte të rregullta dhe serioze me fjalë. Jo me pak skema me njerëz të papërgjeshëm që futen këtu për të përfituar nga situata që krijohet. Ata janë gati të fillojnë me seriozitet, do t'i provojnë, do t'i testojnë, do t'i shesim edhe do ndahen natyrisht edhe të hapura që do të vinë nga ky proces. Pastaj, kjo kompani ka ndërmend që të bëjë dhe operacione të tjera, të prodhojë municione tjera, sipas kërkesave të tregut tonë edhe të vendeve të tjera. Njëkohësisht Izraeli ka marrë përsipër të ringrë shkollën e aviacionit në Blau, të përgatisë aviatorë për ushtri. Ne kemi patur një shkollë aviacionit, dhe të përgatitur pilotat tanë rreth 30 vjet. Politika që erdhi mbas 10 vjetës e prishi këtë institucion dhe tani ne vetë s'kemi mundësi se për të prishur shumë lehtë, por për ta rinvitur është vështirë. Izraeli ka marrë përsipër që ta ringrë të shkollën dhe të përgatisë një kuadro për aviacionin luftar. Edhe për vete, edhe për vendet të tjera. Po, se nuk po kuptoj diçka nga i gjitha kjo tani, se do dalim edhe tek ajo Italis pastaj. Këta përse i sjellin në kompani për të bashkëpunuar këtu? Është fuqia e kraut më e lirë, kemi ekspertizë ne më të mirë se ata, apo për çfarë? Se ne nuk besoj burime njerëzore këtu. Puna e parë është lidhet me koston e prodhimit. Në qoftë se ka zënë në Izrael kostuar e atij objekti të rëndësishëm, atij obusit 155 mm, është X, këtu mund të jetë 20-30% më e lirë për pagesën e taksave, pagesën e fuqisë punëtore, e të tjera furnizimi me energji elektrike, që janë më të lira dhe me kushte më favorizuese për të prodhuar ka zëmën në Izrael. Plus Izraeli ka gjithë dhe atë problemi që ai është në pension luftarak të pandërter dhe kjo ka impaktin e vetë mbi prodhimin e industrial. Kështu që janë kushtet lëvërdit edhe në lëvërdit sepse nuk kemi mundësi direkte për të sponsorizuar dhe rritur të industri që e kishin dhe shkatruar, Izraeli ana financiare nuk e diskuton. Kuadrot i kanë mjaft përgatitur, ka specialistë që mund të provojë çdo lloj arme që i sotojnë në botë. Izraeli dihet që është ndërmjet të tjera dhe një fuqi bërthamore. Pra ka një potencial shumë të madh, si ushtarak, ashtu edhe financiar. Ne në lëvërdis të bashkëpunojmë me kompania shumë serioze,
ka një autoritet të padiskutueshëm në tregun ndërkombëtar dhe edhe ne kemi shumë një vërtetë bashkëpunim me kompani të tilla serioze. Varet sa të atë do të jemi dhe neve që t'i përgjigemi me njëjtin seriozitet këtij partneri. Zotja Bilaj, tani ne kemi kaq vite që ju e thap që nuk po prodhojmë dot një fishek akoma, ndërkohë që kryeministri tha që do prodhojmë 7 anije në Pashaliman. Si ju duket ju kjo marrëveshja me Italinë? Është realiste? Tani vim tek marrëveshja me Italinë. Janë bërë vizitime me shumë kompani në Itali, edhe Italia ka teknologji të mirë, por jo aq të cilësore sa që ka Izraeli. Megjithatë është një fuqi e madhe porose në investimin ushtarake italian, është një vend shumë i fuqishëm në këtë drejtim. Ka dhe traditën vet. Shumë 10 vjeçar Italia që ka patur industri ushtarake dhe mjaft të zhvilluar. Ndërsa tani së fundi në mbledhjen e dy qeverive që u bëjnë në Rom, në 13 nëntor, në shkruan 16 marrëveshje qeveritare ndërmjet dy palë, nga të cilat tek marrëveshje janë të fushës së mbrojtjes. Dhe në fushën e mbrojtjes nuk janë përcaktuar akoma termat konkret se çfarë do bëhet, çfarë do bëjë njëri, çfarë do bëjë tjetri etj. Por janë marrëveshje parimore dhe para kësaj marrëveshjeve qeveritare, kompania Caio ka bërë vizitime me dy kompani të fuqishme në Itali. Njëra kompani për teknologji ushtarake që është Franchinetti, një kompani e fuqishme në drejtimin e prodhimit të teknologjisë ushtarake, dhe një kompani tjetër, Leonardo, për mbrojtje kibernetike. Kjo kompania e parë që janë hartuar marrëveshjet paraprake, do marrë përsipër duke shfrytzuar bazën industriale që ka Pashalimani të prodhojë mjete të ushtrisë për flotën luftërake. Qoftë për neve, qoftë edhe për italianëve edhe për të shqitur në vende të tjera. Ky prodhimi i anijeve luftërake në Pashaliman është rënë dakord në parim, por akoma janë të pazgjedhura problemet e tjera, temat financiare, mënyrat e tjera të bashkëpunimit që ndoshta kompania Caio i ka zgjidhur në vizitime, tani puna është të hapet në drejtimin qeveritar, që të tillë vendet ta organizojnë konkretisht të prodhimin e tyre. Këto mjete që do prodhohen do jenë për ushtrinë, po do prodhohen dhe mjete për qëllime të tjera, për turizëm, anije të vogla për qëllime peshkimi e tjera. Por do jetë në Pashaliman, ne prodhojmë atje? Ne prodhojmë tani, në mënyrë të kufizuar, ne prodhojmë objekte detare të ndryshme. Po, në mënyrë të organizuar në formë të një linje për panë nuk e kemi. Turqit apo gabojmë? Ka turq aty? Turqit kanë që nga në të shtata më duket më që kanë marrë përsipër ruajtjen e mbajtjen e ambientit të Pashalimanit, kryesisht të uzinës, dhe ata kanë bërë disa investime, por investime të vogla sa aty kanë qenë. Po tani mekanike që ikin turqit, vin italianët apo? Jo, turqit do kenë pjesën e tyre, domethënë atë influencën e tyre aty, ndërsa italianët do ngrenë anën teknologjike. Prodhimi i cili do jetë prodhim serial, industrial, organizuar. Domethënë nga prodhimi që bëjmë tani, se aq janë mundësi tona financiare, teknike etj, do bërë një prodhimi organizuar, kështu parashikojmë dy palët. Natyrisht është akoma pasgjedhur çështja financiare, kush do financojë, sa do financojë etj. Që të fillojë një prodhim për së marrë, ku do shiten mjete e kështu me radhë.
Se di, nuk e, më duket si shumë kështu, duke qenë se është akoma në letër, vështirë që mund të ketë një finalizim të shpejtë që të prodhojmë vetë, qoftë edhe fishekët, nga ana tjetër dronët, kjo e fundit anijet, pra që mund të futemi kaq shpejt, pra rrezikojnë që ndoshta mund mbeten letër edhe të gjitha këto. Jo thash, domethënë ka pengesa të shumta, pengesat fillojnë ana burokratike, për të cilët ne dallohemi, që jemi mjeshtar të zvarritjes, mos vënies drejtim të zgjidhjes së problemeve e tjera, plus konkurenca e jashtme që futet në të gjitha kanalet dhe nuk të lë që të lë shkok, dhe në fundit është përplasja politike që bëhet në shkallë të gjërë, në politikën e jashtme që të lënë apo së lënë që dhe ne nuk është për të habitur që ne kemi shumë kohë që komshit tanë nuk duan që të kemi një Shqipëri të fortë. Pra, ju thoni që janë turqit, po vinë italianët, në krahun tjetër po vjen Izraeli, kjo shkakton xhelozi tek fqinjet, tek në fjalën për Greqinë, tu besoj, se edhe Serbinë. Ajo dihet tek fqinjet, do përplasja politike lidhet me fqinjet, po duke qenë nëse politika shqiptare është serioze, edhe i vendos të marrë përsipër të probleme këto zgjidhe. Se në fundit ata komshit le të bëjnë zhurmë, po janë atje në shtëpinë e tyre, s'kanë punë tek neve. Nëse politika është e lëkundur që s'është në gjendje të marrë një vendim të prerë, të dalin me përgjegjësi në forcimin e mbrojtjes e të ekonomisë së vendit, atëherë detyrimisht do futen të vuajtët siç kanë ardhur, bëjnë që prishin çdo lloj marrëveshje ekonomi për të rigjalluar ekonominë shqiptare. Po prap jemi shumë vite larg, qoftë edhe po me që jemi njuk, edhe larg Greqisë. Krahasuar me buxhetin, investimet, armatimet e tyre. Ne edhe tani investojmë pak në fushën e mbrojtjes, ne jemi te 2% i GDP-s. Gjithë investimi dhe shumica e këtij investimi nuk shkon as për armatimin, as për forcimin e mbrojtjes, po shkon për të bërë tendera. Dhe për vitin 2025 ishte parashikuar një fond, nuk e di sa saktë do jetë, deri në fund vitit, rreth 550 milionë euro, nga të cilat rreth më tepër se 100 milionë euro shkojnë për këto problemet administrative. Edhe ngelet problem puna për industrinë ushtarake, e cila kërkon bazë të fuqishme financiare, ngelet shumë pak. Dhe si duket është dhe kjo që ndërhyrjet e jashtme janë që ne të mos organizojmë të ngritjen e industrisë ushtarake. Për vitin që vjen, shteti deklaron se ka 600 milionë euro në fushën e mbrojtjes, nga të cilat rreth 130 deri 150 milionë euro do shkojnë për pagat administratës. Domethënë, një pjesë e madhe e buxhetit shkon për administratën, për pagat e tjera, ushqimin, veshjet, dhe nëse ne llogarisim që kemi sot një efektiv për rreth 5.000 vetash, ushtar oficer civile, kaq është, plus minus, atëre 600 milionë euro që janë i bie 120.000 euro për njeri, për person në ushtri. Pra, kemi një buxhet mjaft të madh të harxhuar për frymë dhe me një rendiment të vogël. Dhe prodhimi ushtarak është minimal. Ato prodhime që bëhen tani janë shumë të vogla, në prodhojnë municione që me porosi, ja, vende të ndryshme që janë pak. Plus që baza industriale është dëmtuar që rënd sa duhet të reinvestuar në shkallë të gjërë nga parë. Dhe zgjidhja me këtë bashkëpunim në Izraelin për shembull është një
është një zgjidhje reale e mundshme për mbase I shkojmë deri në fund. Zoti Abilaj, Bashkëpunim, ky bashkëpunim e vendos në shina të sakta industrinë ushtarë. Në qoftë se do të është realitet. Pala izraelite me sa dihu, sa informacion kam, është gati për të filluar qoftë qenes me investimet e vetë. Sa do jemi në gjendje që të përgjigjemi ritmit të tyre. Bashkëpunim. Zoti Abilaj, pak ditë më parë në konferencën për shtyp të kryeministrit Rama me kryeministrin italiane Meloni, u pyet edhe për raportet me Greqinë dhe faktin që në cilin krah do zgjidhte që të ishte Italia në momentin që mund vinte pra hapi final për antarësimin në Bashkimin Evropian. Edhe ajo e ndërgjeshme tha që jam ndjeni të fërkimeve që ka mes dy vendeve, Shqipërisë dhe Greqisë. Por në një ushtarak si shikon këto fërkime, por edhe momentin nga mund të anonte Italia, ku mund mbështetemi ne? Ne mbështetemi tek Italia sepse kemi një eksperiencë të gjatë bashkëpunimi. Dhe dihet, politika italiane është politikë miqësore ndaj Shqipërisë. Ndërsa me Greqinë ne dimë si kemi marrëdhënie. Në sipërfaqe ne kemi marrëdhënie të mira, politika jashtme rregull të kështu në sipërfaqe, ndërsa ka probleme të mëdha të trashëguara në marrëdhënien ndërmjet dy vendeve. Dhe për mendimin tim, fajtore në këtë drejtim është politika greke. Sepse marrim ligjin e luftës së vajtit mbi 80 vjet që nuk hiqet, që është një absurditet. Një absurditet politik, administrative, nga gjitha juridike, e tjera. Megjithatë ata e ruajnë atë si relike, sepse ju duhet, ata e dinë. Se mbrapa ligjit luftës ka gjithë një papaskena që mund të shfrytëzojë, ai duhet patur ligjin e luftës në fuqi, ai mund të sjellë probleme në çdo kohë. Që këtu shikohet që qëndrimi I politikës greke nuk ka ndryshuar. Që kur Greqia është shpallur shteti I pavarur, dhe deri në sot nuk ka ndryshuar gjë në politikën greke lidhur me ne. Gjithnjë ka dashur të aneksojë pjesë të Shqipërisë, të trurin shqiptar, dhe kjo politikë nuk ka ndryshuar. Vazhdojnë edhe ato acarimet me detin e tjera. Nuk po hyn në këto se nuk jam kompetent në politikat e jashtme, po këto dihen. Tek ajo e detit, pak ditë më parë të kjo e detit me që dolët, mediat greke publikuan një lajm që një kompani amerikane e marrë nga Greqia, nga Atina, do filloj shpimet në detin jon. Kanë këtë mbulesën amerikane si duket për të mos pas reagim edhe nga Tirana, por deri tani s'është kemi pas ndonjë këtë nga ne. Unë nuk e di këto çfarë veprimesh mund të bëjnë, ata kanë folë gjithë kështu, një herë do vjen kompani suedeze, një herë do marrin kompani norvegjeze, to mund jenë dhe lodra politike për të mbajtur atë zjarrin ndezur në këto çështje e detit. Edhe mund të jetë se kompania amerikane mund të jetë një kompani private, që se do t'ja di fare për politikën, se ajo vjen për interesat e veta. Po, tani, qeveria shqiptare duhet të jetë e qartë që në kufijtë e saj komandon ajo. Jo as Greqia, as Amerika. Jemi shpinë tënde dhe do bësh si do ti. Në qoftë se bëhet një marrëveshje, 2 panqe, 3 panqe, është tjetër gjë, dhe në qoftë se ajo vendos që të bëj si do qefi, është tjetër gjë. Politika jonë do të jetë e qartë në këto drejtime se ne jemi mjeshtër për të mos zgjidhur asgjë realisht në interes të kombit. Kjo është politikë që nga 90 atu ne e kemi abandonuar përpjekjet për ruajtjen e dinjitetit të shtetit dhe të kombit. Zoti Abilaj, edhe diçka kam tek ajo që përmendën që ju tha që politika italiane është më miqësore me ne. Po
kush i ka shtrirë edhe kush ka më shumë influencë në vendin tonë, kanë italianët apo grekët? Kush kanë më shumë ndikim? Kush kanë shtrirë më shumë tentakula të rrënjët? Io thassi nuk jam ekspert dhe nuk do të them Kjo ishte pjesë e fundit e emisionetit dhe kryesore kitim çështjen e prodhimit. Po si do që t'ja puna në marrëdhëniet me Italinë, politika italiane asnjëherë nuk ka patur një pretendim ndaj Shqipërisë, një pretendim territorial, nuk nife. Edhe në kohën e luftës, u shfrytëzua, u mbulua me një propagandë tjetër. Por, dhe atëherë, domethënë kur u pushtuam, ne quheshim shteti i pavarur. Pra, pas luftës e tu Italia nuk absolutisht asnjë forcë politike nuk ka ngritur një pretendim ndaj Shqipërisë. Ndërsa Greqia e gjithë sa herë ndronë qeveri, një me program nacionos në Shqipërisë, duke revitalizuar pretendimet e vjetra të Megalides. Nuk kanë ndryshuar, edhe Shqipëria thotë që është në Greqi, nuk e i dorë nga teoria e Gloria e Pirit, deri kërkon i marrën që dhe quan greke e tjera, nuk ndryshojnë, politika greke nuk ndryshon. Absolutisht. Është gjithë pretendime ndaj Shqipërisë. Ndërsa tek në Italia, kur tani edhe tani vazhdon të ketë një politikë, natyrisht politika e çdo shteti lufton për interesat e veta, nuk diskutohet. Por Italia asnjëherë nuk ka shfaqur një pretendim territorial ndaj Shqipërisë. Pra, ndryshon si mapa me ditën në krahasim me politikën greke. Duke uruar që sa më shpejt të kemi ringjalljen e industrisë ushtarake, zoti Habilaj, mund të falenderoj shumë për bisedën dhe gjitha shpjegimet e detajuara të armëve dhe municioneve që me shpresë do të prodhohen brenda 2 ose 3 vitesh, sikur tham 2027 që është objektivi më i afërt në Shqipëri. Atëherë të shpresojmë që ta shikojmë Shqipërinë me një forcë dinjitoze të mbrojtjes dhe të prodhimeve ushtarake. Ne takofshim bisedat e tjera, të falenderoj shumë zoti Habilaj. Mirupafshim.